Balla I konsideroi vendimin tuaj si një akt emocional që do të zhbëhet sa për të kaloj periudha e gjelit të detit dhe baklavas do shkrihet. Ju ka dhënë një afat deri më 22 janar për të zënë vend në karriket tuaja në 2 reforma, por ndryshe do të nisë zëvendësimi. A keni një afat sa do zjas ndërprerja e negociatave? Taulan Toyota Yaris duhet ishte për veprat penale që ka kryer I dënuar të paktën me 30 vjet burg. Porosit si vrasjeve, si pas dokumentave zyrtare, të shkatruara me proces verbale, bashkëpunëtori ngushtë I krimit, që shkoi dhe liroi me urdhër të Suel Çels, ky është një ushtar I Suel Çels, terroristët që vunë, tritolin në nshalen e bicikletës së Lulzim Kullës. Bashkë me prokurorin Vath Staka shkuan dhe I liruan. Taulan Balla është I regjistruar për bisedat që ka bërë me Mario Çelën, vllaun e Suel Çels, në të cilin parashtrohen kushtet, ku merr përsipër arrestim në kundërshtarëve të bandës Çelan Elbasan në mënyrë që ajo të angazhohet në veprimtari elektorale dhe të garantojë votat e premtuara. Taulan Balla është I regjistruar, por mbrohet nga Altin Troplini në dosjen Toyota Yaris, ku kërkon tërheqjen e aseteve të bandës Toyota Yaris, që ishin bandës Elbasanit bashkëbata, që ishin konfiskuar, rikëthimin e tyre tek policia në mënyrë që ai t'i vononte të nxirrte jashtë afateve ligjore. Janë që të gjitha këto në dokumenta zyrtare që unë I kam paraqitur shumë herë. Ndaj dhe Taulan Balla është një delinkuent ndër më kryesorët në politikën shqiptare sot pas Edi Rams dhe Lubi Ballukut. Zoti Berisha, kam 2 pyetje shumë shkurt. Pas avokatit Ngërç është krijuar edhe me komisionerin e ri për diskriminimin. Janë 14 kandidat, afati është deri në 15. Asnjë shqyrtim nga opozita, nga ne Partia Demokratike nuk do të ketë për asnjë kandidat dhe nuk ka më asnjë lloj bashkëpunimi me mazhorancën e drogës dhe të krimit. Kjo është përgjigjja ime dhe ky është absolutisht vullneti I antarëve të Partisë Demokratike. Ne nisim betejën tonë si rrugën e vetme për të rikthyer, për të patur një qeveri teknike dhe rikthyer votën. Kjo është e gjitha. Pyetja e dytë, ju sot marrni një foltore para kryeministrisë, aty prej një jave është vendosur Adriatik Lapaj. Tani sot ju do të bashkoheni, a do të zhvendoseni, si është plani? Tani, siç e din ti, kjo foltorja para kryeministrisë ka filluar javë më parë. Adriatik Lapaj ka filluar një protest për cilin unë e përshëndes dhe e përgëzoj. E mbështes protestin e tij. Edhe aktin e tij, pa diskutim. Ai zotëri ka vendosur të bëj maksimumin e asaj që mund të bëj dhe po bën. Kaq. Mund të them për te. Faleminderit.